Të nderuar mi, do të flasim për një operacion të fundit të zhvilluar nga prokuroria e posaçme, pra SPAK-u, në bashkëpunim me autoritetet italiane. 52 urdhra arreste andej dhe këtej Adriatikut, 40 janë finalizuar andej dhe këtej, por një nga emrat më të rëndësishëm sipas autoriteteve nuk është arrestuar. Bëhet fjalë për Evis Doçin, ose njohur ndryshe si Visi i Pojës, një emër i lakuar së shumë, sidomos vitin e fundit nga ish-kryeministri Sali Berisha, aq më tepër në muajt e fundit të fushatës, pra për përfshirje në zgjedhje. Ai nuk është arrestuar dhe sipas ish-kryeministrit operacioni është dekonspiruar me qëllim dhe ai është informuar që të largohet. Por për këtë operacion dhe për detajet të shumta do të flasim me avokatin Gylse Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Të radhë nuk do flasim për politikë, për reformat dhe për pjesën tjetër, do flasim për krimin. Ju bën përshtypje së pari që operacioni finalizohet vetëm një javë pas zgjedhjeve? Po nuk fole për politikën, që vetë the për zgjedhjet, atëherë çfarë po flasim ne sot? Konkretisht një operacion i cili për mendimin tim shumë njerëz thonë sa bukur SPAK-u, sa bukur italianët bërë një aksion kaq të mirë të luftojnë atë krimin e famshëm sepse na ka marrë qafë, por kjo nuk është e vërtetë, thjesht statistikat janë ato të cilat të mbulojnë SPAK-un dhe asgjë më shumë përveç aksionit që bëri me antimafien italiane. 52 arreste, 40 arreste të ekzekutuar, ato tjera pa ekzekutuara, po ai besoni shifrave konkrete 52 veta? A i besoni një skenar 92 veta? A i besoni një skenar 150 veta? Po a i besoni një skenar të mundshëm që personi i cili dyshohet që është kryetari i grupit nuk është ekzekutuar urdhri i arrestit? Pra do të thotë ka pas edhe brenda SPAK-ut një lëvizje dhe nga ajo lëvizje personi ka marrë informacion që do të arrestohet dhe prandaj nuk është ekzekutuar vendimi. Pra dhe ju si zoti Berisha mendoni që ka pas një informator nga brenda që ka njoftuar disa nga anëtarët e grupit që nuk janë arrestuar? Shiko, grupet kriminale nuk është se janë një bashkëpunim i thjeshtë. Në formën e grupit kriminal duhet keni parasysh që është një strukturë e cila është formuluar kaq shumë mirë sa kuptohet qartësi roli kryetarit, antarëve, secili që është antar i bandës që ka një, do të thojë, një funksion në shërbim të interesit të bandës për edhe të vetes së tij, normalisht që ata nuk është se nuk marrin informacion, kanë informacion dhe normalisht njerëzit e tyre, për mendimin tim, nuk janë arrestuar. Ata të cilët i ke sot arrestuar janë viktima të bandës së vërtet. Të jemi realisht, burgaxhit më të mëdhenj janë jashtë dhe jo ata të cilët janë brenda. Ata të cilët janë brenda janë viktimë. Pra janë arrestuar ushtarët. Tani unë i them viktim, tani janë ushtarë apo çfarë pozicioni kanë, nuk ka pikë rëndësie. Dhe përveç kësaj, që them përpara për pjesën politike, pse duhet të bëhet sot dhe nuk mund të bënte një javë para zgjedhjeve ose një muaj para zgjedhjeve, ndërsa këta kanë qenë gjithmonë në hetim. Sipas kreut të SPAK-ut, nuk lidhet fare me datën e zgjedhjeve. Jo, nuk lidhet datën e zgjedhjeve, po të këta që e kanë pothuajse të gjithë në funksione, njëri ish kryetar këshillit, tjetri antar këshillit. Ka dhe avokat, ka dhe nga fusha juaj. Urdhro? Ka dhe nga fusha juaj, ka dhe avokat të përfshirë policë, pronar televizionesh. Shiko, do t'jap një mesazh, dhe mesazhi është i qartë. Nuk u godita i televizioni. Është mesazh për televizionet të tjera. O do t'ju nënshtroheni projektit juridiko-politik të regjimit totalitar, o do t'ju sekuestrojmë edhe juve. Ky nuk ishte një operacion i cili ishte kaq shumë i organizuar i bukur që mos të dështonte, sepse ti ke dështimet e urdhrit të arresteve. Thën 52, thën 92, thën 40, thën edhe një përfshirje një avokat. Po do të bëj pyetje unë ty. Avokati i arrestuar ka ndikuar në vendimarrje gjyqtarëve? Au prokurorëve? Po apo jo? Nuk ke një shifër të tillë. Nuk e di. Pra do thotë, nga sa avokati ka bërë diçka të tillë, do thotë që ka dhe gjyqtarë dhe prokurorë të cilët duhet arrestohen.
Pra, është njëri që mund ta ketë dhënë, është tjetri që e ka marrë. Tani nuk mundesh të kesh Pasivi njëri dhe që ka aktivi. ndikuar. Dgjoj tani, kjo është ignorancë e tyre. Nuk mundesh të thuash që unë kam arrestuar avokatin sepse ka ndikuar në mënyrë të palishëm, që avokati, mbrojtësi i së drejtës dhe interpretuesi i së drejtës sipas interesit të klientit të tij, kur nuk bën ndikim të palishëm, sepse avokati ndikon. Por prokuroria nuk është e aftë të kuptojë çfarë ndikimi pati. Avokati mund të dënohet vetëm për korrupsion, jo për ndikim. E kemi një metodë të gabuar që është dënuar Shqipëria nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut përsëri këta të njëjtën hapësirë. O zotëri, avokati ndikon. Pse ndikon? Sipas ligjit, sepse interpretimi i së drejtës nuk është strikte, nuk është absolute. Pra do ta thotë ai, ka ndikuar në mënyrë të palishëm, po, kujt? Emër mbi emër, arrestoje atë. Se në rastin të kam ndikuar ty, do të thotë që kam dhënë ndonjë. Por kjo është një fushat, kjo është një kërkesë për plotësimin e statistikave që në parlamentin 2026 kur prokurori i ri të shkojë dhe të thotë ne luftuam bandat kriminale, organizatat, i coptuam, ti sa herë copton ata i kualifikon dhe bën organizata më të studiuara, më të kualifikuara. Pra, kualifikimi i organizatave kriminale është më i mirë sofistikuar me teknologjinë. Ti jo hapet se Skype që duash ti, por është e vërtet që ata janë shumë të mirë organizuar. Dhe ti të marrësh një aksion, pra, shikoj kush është kjo tjetër, aksion që është përfshirë antimafia italiane, prisje të uzion të antimafia, pastaj prisje të bëhet të jetime, edhe të kapësh një avokat, edhe të thosh kush ka ndikuar në mënyrë të palishëm, pra ti duhet të thuash ky ka bërë korrupsion, po, supozojmë që ka bërë korrupsion. Po mirë, më thuaj, kë ka korruptuar? Kush i ka marrë lekët? Urdhon? Kush i ka marrë lekët? E po kush? Sepse ai çfarë thotë? Ai thotë ndikim të palishëm. Po ndikimi i palishëm gjithmonë ka i palishëm. Ndikon avokati, sepse përfaqëson të drejtën e qytetarit, sipas të drejtës, e cila nuk është absolute, thamë edhe një herë. Po ku ta kuptoi Spaku i famshëm? Berisha po, përshëndes antimafian italiane, se Spaku aty ishte. Tani unë dua të them ty që ti je realist dhe në opinion publik që na ndjek, zotëri, lere ndikimi, më thuaj korrupsionin. Po të dhash kush mori. Derisa kanë marrë, normalisht që bandat në një farë mënyre duan avokat të cilët nga një anë mund të përfaqësojnë në mënyrë të ndershëm, ka disa njerëz të cilët duan të e kenë titullin avokat, por duan të bëjnë gjëra të pandershme. Ka dy lloj kategorish. Sekseri. Bravo, nuk kemi të gjithë njësoj. Tani, unë po përfaqësova një grup kriminal, nuk thotë se unë jam kriminal. Dhe po unë zora diku nga burgu, nuk thotë që unë kam ndikuar që ai dalë në mënyrë të palishëm nga burgu. Ti du të më kapësh në dorë mua, vlla, e korruptove, janë dhe lekët. Jo, tha ky tjetri me radhë që këta morën lekë. Pa marrë provën. Prova është dokumenti të lekët, a dhash në dorë. Na u more lekët me bërë këtë punë. Jo tani, kemi Spaku mbi gjykata. Del Spaku dhe na thotë ne. Për këtë vendimarrje gjykata ka vendosur drejt. Po kush është të Spaku? Vendimarrja e gjykatave, ligjvënësia ka atribuar gjykatat më të larta dhe jo Spaku. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo. Arrestohet avokati me të ndikim të palishëm. Shkoni gjë për procedurat që kanë ndodhur jashtë shtetit në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Shiko edhe vendimet të gjykatës shqiptare që thotë avokati nuk ndiqet për ndikim të palishëm, vetëm për korrupsion, në rast se ai bën korrupsion dhe ka për flagrancë e ndjek. Jo ndikim të palishëm tani. Çfarë ndikim palishëm? Çfarë ndikon avokati në të palishëm ku bën interpretimin së drejtës? Avokat, baza thjesht statistika, do vdesin në statistika ata. Ju jeni një kritikët e Spakut mosbesues për punën e tyre, i keni cilësuar dhe Plepa 2, më duket edhe ky operacion ju jep të drejtë, se erdhi nga jashtë. Nuk erdhi nga Belgjika, nga Hollanda apo nga Anglia, po erdhi nga Italia apo jo. Unë tek opinioni juaj, tek njerëzit që na dëgjojnë, unë dua të them të vërtetën. Nuk më intereson mua të bëj lavdrata te Spaku,
as të politika shqiptare, as të them super të kualifikuar apo jo, po janë plepa dy. Pse? Sepse ata pikrisht ç'a bën? Marrin për shembull ku po bën pra aksion, operacion ndërkombëtar, që t'i thënë qytetarëve që ne po punojmë sepse para zgjedhjeve do shtuam. Pra kjo është heqja e vëmendjes nga vjedhjet, më kupton? Sepse 83 mandate edhe në vendet e perëndimore që ka demokraci absolute nuk mund marrë qeveria dhe ka gjithmonë qeveri bashkëpunuese koalicioni. Atë që kërkoja unë, të ishte koalicion, po jo kështu 83. Pra, do thotë që këta do shtuan në zgjedhje, s'ja mbante, dhe tani çfarë bën këtë gjë që t'i tregojnë qytetarëve që ne shiko po e masim punën, peshën dhe kështu gjëra. Po tani për këtë mua, le të tallen të tjerë, po jo me ne qytetarët të cilët nuk pranojnë që të tallen individ të cilët i kanë bërë fresk partisë në pushtet, duke mos goditur në kohë reale në flagrancë. Dhe këtu nuk kemi në kushtet e flagrancës të këtij grupi kriminal. Dhe këtu unë do ta them përsëri për të gjithë ata të cilët janë arrestuar për zhvillimin pa fajësisë pa përjashtim. Ju akuzon Spaku, ju akuzon Berisha, ju akuzon antimafia italiane për zhvillimin pa fajësisë për çdo person, sepse ka raste që Spaku ka arrestuar dhe nuk ka kërkuar falje dhe ka thënë ana falje po kemi gabuar. Edhe kjo bazë në Durrës, afër portit. Tani unë se besoj këtë gjë, ajo mund të jetë baza në çdo vend të Shqipërisë, bazë mund të ketë në çdo vend, unë thjesht e shikoj si një justifikim për të zgjatur në hapësirë aksionin e famshëm të Spakut. Avokat, edhe diçka ju lutem për ta mbyllur për sa i përket operacioneve që janë zhvilluar ditë e fundit nga Spaku, prap për krimin zgjedhor, ishin në Klos, në Kukës, por edhe në qytete tjera. Janë sekuestruar disa celular, disa zyrtarë në netim, mund dalë diçka konkrete? Asgjë nuk del konkrete sepse Spaku don të thotë në fund fare ne nuk dështuam, por ne bërëm punën tonë. Kaq është detyra jonë, ne nuk mund të bëjmë gjëra më shumë se nuk na takon. Është si puna e kësaj e përgjegjësisë ose papërgjegjshmëria është jetim dhe përgjegjësia e individit që ka bërë që të kemi këtë situatë politike në vend në mandate, siç është Spaku i cili ka cenuar në veten e vet. Të jemi realistë dhe ta përsërisim këtë gjë. 83 mandate nuk është keq për opozitar, pra për atë që është opozitar, sepse ai që është opozitar, që nuk është dakord me këtë qeveri dhe në këtë drejtësi plepave dy, nuk ka çfarë të bëjnë ata, sepse në fund fare opozitar do bëhet ai dhe nuk është se do të bëhet palë në ata. Kur kemi të bëjmë me kushtet e konfliktit të mënyrës së vepruar, sepse nesër mund të ndryshojë Spaku, pra mund të ketë një çast tjetër, qeveria aktuale nesër mund të ndryshojë, mund të ketë një çast tjetër. Këto janë prandaj janë të lëvizshme në institucionet në aspektin e mënyrës së sjelljes së tyre. Pse? Se drejtojnë nga njerëz, nuk është se drejtojnë nga muret edhe muret flasin. Njerëzit prodhojnë politika, njerëzit janë ato që shpatojnë politika. Dhe për sa i përket Spakut, unë e them, për krime zgjedhore, ishin statistika, do bëjnë statistika, të jenë raportin e 2025-s për në 2026 dhe në fund fare, çfarë do të bëj? Do të bëj arrestime nga pjesa e opozitës më shumë, nga pjesa e pushtetit nuk bën dot. E di pse nuk bën. Në Shqipëri jemi në zotëri, mos më thuaj që ti je në Kanada ose në Amerikë ose je në Danimark apo në Zvicër. Zotërit ka 83 mandata ai. Të merr dy deputet qyr, të bën 84. Shkon bën ndryshimin e ligjeve. Organizat e vendit do 84 vota. Që përfshin dhe Spakun aty. Ju mendoni se ka prokuror që i thot pushtetit legjislativ? Shikoj, jemi ne këtu. Ku jemi ju? Ku jetoni? Unë jam i bindur që ky konflikt që ka ndodhur midis Miners dhe konflikt tani. Ky debat i fort, burra aty, shtrëngoj njëri, lëshon tjetri, shkap tjetri. Të dy nga libra. Po nuk më intereson origjina. Ka njëri tjetri, djathtas, majtës, këto gjëra. Se janë thjesht teatr, ato po luajnë. Pse po luajnë? Sepse ata të dy shumë mirë.
që pushteti legjislativ sot në Shqipëri është përpara një partie në pushtet, një deputet, një i lajthitur, shko dhe bën një, po i lajthitur them në aspektin që ta korrigjoj, i lajthitur do të thotë që shkon ai dhe thotë unë ata shohim Partinë Socialiste se do të sjellin tumbë tri. Ai mbaroi. Tjetër është, dhe këtu duhet kujdes, të bëhet një ndryshim ligjor me pjesëmarrjen e një partie politike në mënyrë debati, konsultimi ligjor, po aty këti mendimit janë, po, edhe madje, këtu e kam thënë tek ju, që unë jam dakord të bëhet ndryshime për SPAK-un, por SPAK-u nuk shkrihet dot, dhe SPAK-u nuk mund të përfshihet në prokuroritë të tjera, sepse ne, në rast të ta marrim nga ana ligjore dhe serioze, nuk mund të vendosim përpara krimit organizuar 20 prokuror pa mbrojtje të posaçme. Tani, e dini ju mendimin tim për ata. Po tani, nga ana ligjore, unë do të shikoj nga ana ligjore, se nga ana politike mendimi im nuk ndryshon. Po ana ligjore, nuk mund të 20 prokuror mund t'i lej më shit të fallin në prokuroritë e rrethave dhe mos t'i kemi një mbrojtje të posaçme. Sepse ata njerëz janë jetojnë në Shqipëri. Kush janë ata përpara, për shembull, që janë të përballur me mafian. Do kupton, pra ka një tjetër kuptim kjo gjë. Prandaj që të konkludoj dhe të them që këto debate, këto gjëra nuk kanë asgjë sepse sot SPAK-u i ka hapur grup vetes. Pra, 83 mandate, SPAK-u i hapi grup vetes dhe nuk është se i hapi për shkak të arrestimeve, po për shkak të lejimit të korrupsionit zgjedhor. Arritën në këtë, sepse është e paimagjinueshme në vende që politikan, po flas histori, që kanë lënë histori të mëdha, në flas për në ky që nga politikan Bugaxhi, edhe prapë njësoj të njëjtën vlerë brenda Partisë Socialiste. Po kanë bërë bashkëdhënie me koalicion të gjërë në zotëri. Edhe kur kanë pas mandate, kanë ullë kokën edhe kanë bërë pse, se përgjithësia nuk mund të mbetet vetëm një parti dhe një individi. Dhe kjo që pëndodhë tani me SPAK-un çfarë është? SPAK-u duhet të bëjë revizje që t'i tregoj politikës në tërësi që s'jam banë. Lerë që janë të praga dhe thënë deputet, ministra, ati po ja shton vetëm dhe i deputetët që ka krenari për atë e shkon në 4. Por puna është SPAK-u do të kuptoj që nuk mund të lejoj vetes të dëmtoj interesat e tij, që të thot edhe të subjektit që përfaqëson, po edhe të prokurorëve të aty brenda. Sepse do të jenë vulnerabël përpara një pushteti absolut. Unë për shembull, po kërkova azil politik s'ka rëndësi, jam avokat. Edhe avokat. Pra, ju avokat po thoni që SPAK-u këtë makineri që e lejoi të ndërtohet dhe të krijohet do i kthehet në bumerang. Po normale dhe t'i kthehet në bumerang. Si mendon, po veç kësaj, unë do të ta konkludoja. Unë për shembull jam avokat, po do leja shtetit, okay, avokat, varet nuk bëhet diçka tjetër. Se jam njëri i cili nuk është në varësi të kujt varet. Por ata janë prokuror, ata kur do dalin çfarë do punojnë? Kamarier do punojnë në shtetit. Se deri shtetësi nuk e ka. Derisa të kualifikohen atë do vite, derisa të marrin licencën e tyre këto gjë do vite. Pra ato 20 veta për ty brenda, shkatërron vetën e tyre duke lënë një pushtet absolut, duke u ndikuar nga krimi organizuar. Edhe një pjesërisht nga krimi organizuar. Mirë, po puna është që vetë SPAK-u bëjë grup vetes, pra nuk ka bëra unë. Unë kur them flepa dy, unë i them sepse janë. Edhe tani ata duhet si flepa dy të bashkëpunojnë me pushtetin aktual. Pse bashkëpunimi me pushtetin aktual i jep atyre siguri dhe jo kërkim azili. Dhe ky është fakt konkret, nuk është se unë ja them me kënaqësi shkoni bëni marrëveshje. Ju keni bërë marrëveshje të heshtur, edhe këto janë pasojë që do paguani ju. Pse unë çfarë në shumë të them, fjalën kam, çfarë të them? Ju them që keni gabuar duke bërë kualifikime vepra shpërndare duke bërë fresk pushtetit aktual. Çfarë t'ja them, s'ka më vlerë. E bërë pushtetin absolut. Ky 1-2 deputet i blen dhe ju nuk jeni më në SPAK, këto ku është Muhameti. Edhe po do t'jeni në presion. Do t'jeni në ilaç ato, që janë ato ilaçe për të stresi kokës, që janë ato. Prandaj them, e gjitha kjo që ka ndodhur, dhe po ndodhur në vendin tonë, do ketë pasojë të rënda, sepse besueshmëria e SPAK-ut që kishte hyrë kaq shumë lart, tani ngadalë do fillojë të bie. Pse të bie? Sepse mënyra se si do të veprojnë ata nuk do të jenë kaq shumë të lehtë. Pra, vendimarrjet tani e tyre
kur do të vendosin për një deputet të pushtetit, ose një ministër, ose të opozitës, do të mendojnë 3 herë derisa ta vendosin këtë gjë. Pse? Sepse ata duhet të bëjnë që kryetari i pushtetit, që është Rama, është i kënaqur me këtë aksion apo jo? Në rast se ai nuk është i kënaqur, ata nuk do veprojnë. Pra kemi të bëjmë me varësi. Dhe përveç kësaj, në këto zgjedhje çfarë u kuptua? U kuptua që drejtësia është e pavarur në vendimarrje. Po çfarë? Nuk është e pavarur të bëjë çfarë të dojë qefi, sepse pikërisht është legislativi ai i cili normon, gjyqësori zbaton ligjet e legislativit, që do të thotë pavarësia e tyre është në aspektin procedurial të punuarit. Dhe ajo çfarë ndodh në vendin tonë është shqetësuese nga 9 shtator në vazhdim, do të shikoni situata të cilat do të kërkojnë interpretime kushtetuese dhe do të kërkojnë, do të thoja, veprime shumë të zgjuta, po edhe të mirë menduara edhe në aspektin politik të partive të tjera parlamentare, sepse në rast se një bën gabimin dhe shkon me sy mbyllur te Edi Rama dhe voton ndryshime në ligjet organike, dihet që Shqipëria do të përjetojë një situatë shumë të rëndë, një situatë që nuk do ta përballojë dot dhe normalisht jam i bindur që shqiptarët në një moment të dytë, sepse shqiptarët kanë atë që shtyp enter tani dua patjetër se po nuk u bë tani nuk bëhet kurrë, por unë mendoj se pasojat do jenë pak me vonesë, por kur do të vinë pasojat, atëherë do të kuptojmë çfarë prodhoi zgjedhjet e 11 maj 2025, jo vetëm për ne si qytetarë. Edhe një herë, nuk ka të bëjë vetëm për ne qytetarë, po institucionet të cilat erdhën nga amerikanët dhe europianët, të pavarur, të paanshëm, të papërlyrë kështu me radhë, kupton. Por është gabim kjo gjë, pse? Sepse në rast se dështon kjo reformë në drejtësi, shqiptarët janë të pashpresë. Çfarë do të thotë kjo gjë? Do të thotë që Donald Tusk, Yuri Kim punuan që sot kjo Parti Socialiste të marrë 83 mandate. Kjo Parti Socialiste sot u ndikuar nga Yuri Kim si individ, u ndikuar si Yuri Kim përfaqësues e Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo u ndikuar nga Yuri Kim si përfaqësuese e Partisë Demokratike Amerikane, që sot gjithë ky investim që u tha Amerikan është shndërruar një investim i cili është i Partisë Socialiste, që cënon dhe pavarësinë e SPAK-ut, sepse gjithë lufta që u bë nga Yuri Kim kundër Partisë Demokratike ishte pikërisht kjo, që mos të zgjidhet Berisha kryeministër, e përveç kësaj Partia Demokratike të kishte numër më të ulët të mandateve. Çfarë do thotë kjo? Do të pasiguri. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë rrezik. Pse? Sepse kur ndërkombëtarët, në rast se marrin të mëqen që ato e kanë shërbimin të qetë, ashtu siç duhet, po qytetarët, për interesat e tyre. Por ajo i tregu qartë që e gjithë ky mision i Donald Tusk, i Yuri Kim kundër Partisë Demokratike, posaçërisht Partisë Demokratike, ishte një avantazh për Partinë Socialiste, por është një goditje për SPAK-un. Edhe një për 83 plus 1 mbaroj gjithçka. Politika përveç se është retorik, është edhe shifër. Politika përveç se është politik, retorik dhe shifër, por edhe ligj, do të dini që zbaton ligjin. Dhe nesër të dalin ligjvënëse se të thotë arrestohet Dumani, doktor, kush është ai që të thotë nesër po normu me ligj që nuk do të kryej një veprim të tillë arrestimi? Se ligji është mbi pakët. Pra do të thotë që Yuri Kim, Donald Tusk, Altin Dumani, Arben Krajë fuqizuan që nesër karrikën e tyre brenda SPAK-ut ta kenë vulnerabël. Pra do të thotë, partia me pushtet do bëjë një ligj që është në favorin e saj, përkundër asaj që ajo ka projektuar. Por nesër vjen një pushtet tjetër
Dhe projektin që ka bërë Partia Socialiste do ta vazhdojë sepse është i kënaqur për partinë që merr pushtetin. Dhe normalisht prokurori do të jetë përsëri vulnerabël. Pra çdo lloj pushteti, sepse ai që bën ligjin, ai e bën me qëllim që ligjin që bën të dëmtojë dhe të friksojë palën tjetër. Dhe jo atë palë ta frymëzojë të punojë. Logjika ishte mjaft e qartë dhe e pastër, avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë për ftesën.